Partia Demokratike Shqiptare ka reaguar ndaj thirrjes së lëvizjes qytetare Zgjohu për bojkotimin e zgjedhjeve presidenciale. Lëvizjen qytetare Zgjohu, PD-SH-ja e quajti tellall të BDI-s. Zgjohu edhe në ato pak raste kur zgjohet, fatkeqësisht flet Jerm. Njëjtë si shefi i tyre, Alia. Kur zgjohet Zgjohu, zbulon fytyrën e vërtet se janë tellall i BDI-s e hiç gjë më shumë. Apeli i tyre për zgjedhjet presidenciale është identik si i Alis. Ose një president Maqedonas që e pëlqen Alia, Artani dhe Ermira, ose bojkot. Zgjimi i Zgjohut nxori edhe një herë në pa vazhdimin e tentimeve për mashtrimin e radhës së opinionit vendor dhe atij ndërkombëtar, si dhe tentimin mjeran për defokusimin e opinionit nga temat që kanë të bëjnë me problemet reale të shqiptarëve në Maqedoni. Problemi vërtet për shqiptarët nuk është a do të jetë konsensual apo jo president, se dhe ashtu ai është vetëm kukull. Problemi i vërtet i shqiptarëve është qeveria, VMRO BDI, sepse pushteti real është aty. Çdo herë kur BDI pa falshëm i lëshon pe në qeveri VMRO-s që të godas shqiptarët, Zgjohu gjithmonë ngele për gjumër. Nuk e kemi dëgjuar Zgjohun asnjëherë të reagojë për vendosjen e përmendores së Car Dushanit, për mos zyrtarizimin e gjuhës shqip, për reketin që i bëhet biznesit shqiptar. Nuk e kemi dëgjuar asnjëherë të apelojnë për zbardhjen e rasteve të rrahjeve të fëmijëve dhe nxënësve shqiptar, të sulmeve të vendbanimeve shqiptare nga huliganët maqedonas, të diskriminimit ekonomik në arsim, kulturë e gjithandej ku shqiptari diskriminohet. Ku është Zgjohu që nuk e ngrit zërin t'i kërkoj llogari dhe përgjegjësi BDI-s, t'i kërkoj që BDI ta lëshojë qeverinë. Zgjohu bën sikur zgjohet vetëm kur nga Reçica i japin urdhër të ftoj gazetarët, kinse po flet shoqëria civile, që të mashtroj opinionin e brendshëm dhe atë ndërkombëtar. Zgjohu hap gojen vetëm me dy fjali, atë sa i shkruajnë shefat e tyre, Alia dhe Artani. Dhe këtu mbaron. Po mjaft më, edhe kur fundosni, ju bashkë me BDI-n, vazhdoni të tallni me shqiptarët. E kjo tallje do ju shpjerë në gremim.